I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për njerëzit më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhamedit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët përsjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati i dashur dhe shumë i respektuar, në këtë ditë xumaje, ditë më e mirë e javës, ditë ku ne po shtojmë xhamit kështu të shprehem dhe vim në xhami. Qojmë salavat e pejgamberit tonë alayhis salam, lutemi, i bim sejdë atij dhe më në fund lutim o Zot, bënë kabul këtë namaz xumaje. Prandaj ai doja e parë që e bojnë në këtë rast është kjo: o Zot, e bën kabul namazin e xumas. Lutim Allahun në këtë ditë xumaje që të sëmurët tanë të i shëron, e të vdekurit tanë të i mëshiron, atyre të abën varrët një kopsh nga kopshet e xhennetit. E lutim Allah neve të na mbron nga shoqëria e keqe, të na ruan dhe të na mbron nga borxhet, dhe mbi të gjitha xhamati lutim Allahun që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote me u kanë e duke e thënë me zemër, me bindje dhe me gojet e tona: la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, amin. Xhamati i dashur, para javësh fillum në shpjegimin e hadithit pejgamberit tonë alayhis salam, që ka të bëjmë me obligimet apo haku njënin ndaj tjetrit për ne si besimtar. Prandaj është shumë e rëndësishme na ta kemi parasysh, nëse e mbanin mend se dashuria dhe respekti nuk mund blehet me parë. Ai nuk mund të imponohet dhe nuk jepet për interes. Gjithçka çka është dikan kur e do për Allah, kur nuk e mendon interesin, postin edhe famën, po thjesht thue filanin e du për Allah dhe e kam po këtë respekt dhe po këtë dashuri. Prandaj, kur e kanë vetë pejgamberin tonë alayhis salam, cili është haku i një muslimani ndaj tjetrit, ai është përgjigj, ato janë 6. Në para 2 javës xhamat kemi shpjegu, para 3 javësh fakt, kur të takosh vëllahun tënd, jepi selam atij. Nëse mbani mend dobit dhe urtësit e përshëndetjes dhe çfarë ngërthen në ato na kur i japim pra dikujt selam. E dyta është, nëse të fton, përgjigju ftesës së tij. Inshallah, këtë xhumë do të ndalemi, haku ndaj një muslimani ndaj tjetrit është, nëse të fton, përgjigju ftesës së tij. Ndashë xhamat, ne do të lexojmë një hadith para juve, besoj se e dim gjithë ne cili është ai hadith. E kemi ndëgju edhe e kemi lexu. Kurse sot, për fat keq, po them fat keqësisht, ky hadith i pejgamberit tonë alayhis salam është larg shtëpive tona, me keqarrje. Shumica jon në këtë hadith pra nuk jemi ka e zbatojmë, sepse na kanë marrë disa telashe qera, na kanë marrë qefët, na kanë marrë vetëm e dukja e shtëpive tona, dhe mrena, nuk pe di që shpohina dhe vetë mrena, se si të hi mrena, po hi në shpi, e të në shpi, po duhet mu ban, me la, po duhet me bo kështu, edhe jemi ban ndoshta me keqarje, po them, edhe vetë antarë të familjeve tona, jemi ban të huj në shtëpite tona. Jemi ban i huj në shtëpite tona. Aja hadithi është, ka thonë pejgamberi jonë alayhis salam, kush beson në Zotin dhe ditën e gjykimit, le ta nderoj musafirin. Prandaj xhamat, pritja e musafirit barazohet me imanin. Kështu është pra në kuptimi i parë i këtij hadithi, pritja e musafirit barazohet me imanin. Sa zgjat pritja e musafirit përderisa e përmend pejgamberi jonë alayhis salam haku një muslimani ndaj tjetrit, dhe se kur përmendet musafiri e ki parasysh xhamat, nuk është për qëllim haja dhe pija, por është për qëllim afrimi dhe solidarizimi, respekti ndërsjellë që ne duhet ta tregojmë mes vete në shoqërinë tonë. Në hadithin ku e transmeton Ebu Shurejh e el-Huzahi, Allahu qoftë i kënaqur me ta, theksohet: kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta pres mikun me shpërblimin e vet.
të pranishmit e kanë vetë pejgamberin e Allahut. E qena cili janë shpërblimi o i dërguari i Allahut, u përgjigj dita dhe nata e tij. Pastaj ka thonë pritja e musafirit dhe mikpritja është 3 ditë e gjithçka çka e kalon, kjo mbetet diçka është sadak apo thonë thjesht vullnetare e jotja. Na kur pëndëgjojmë xhamat, haku i një muslimani ndaj muslimanit është pritja apo thonë më drejt mikpritja dita dhe nata e tij, ne nuk po jemi në gjendje, po shprehem kështu një mazdar ke me prit një musafir, e me i shku dikujt e ku pastaj 3 ditë e 3 natë, e nëse kalon 3 ditën e 3 natën, kjo mbetet sadak për atë besimtar. Prandaj ki hadith nuk ashton edhe më nuk respektohet jo vllazën. Në shoqërinë tonë, te populli jon, mikpritja ka qenë traditë e këtij populli. Mirë po për fat keq, ki hadithi pejgamberit tonë alayhis salam nuk po zon vend në shtëpitë tona. Do të përmendim disa sunnete. Kur përmendet sunneti xhamat, është për qëllim disa gjëra që ka të bëjnë me edukatën e musafirit dhe një kuqirit i cili i pret ato. Ju kujtohet kur them para 3 javësh se ai respekti e dashuria nuk mund blehet me parë, as që mund të imponohet, por thjesht ajo dhurohet dhe është dhurohet nga ana e Zotit. E para xhamat, është e preferuar që kur një musafir të vi në shtëpinë tonë, të shprehet mirëseardhje me zemërgjerësi dhe fytyrë të qeshur. Ibn Abbasi radiallahu anhu, përsëri xhamat, nuk e di a ka diçka që nuk mujna pa e përmend pejgamberin tonë alayhis salam, nuk ka. Modeli jon i vetëm deri në ditën e gjykimit jarnek është pejgamberi jon alayhis salam. Pra vetë kur ta lexojmë tani tash, mu dhe ti nuk mbetet gjë tjetër me thonë, a thus çfarë sjellje ka pas pejgamberi jon alayhis salam me një temë, me një kontekst, nëse neve na paraqitet pra në jetën tonë përditshme. Ibn Abbasi radiallahu anhu tregon se kur ka ardhur delegacioni i Abdul Qaisit, Muhamedi alayhis salam ju kishte drejtu atyre duke ju thonë: jeni të mirëseardhur, jeni të nderuar dhe të gëzuar. Kjo është ajo nga sunetet, nga edukata, ajo çfarë është e preferuar mustahab si besimtar, që musafirin pra me prit i buzëqeshur dhe atij ti tretjepësh një mirëseardhje, duke i thonë atij pra je i nderuar pra në dhomën teme, unë pra me antarët e familjes teme jam i gëzuar me ardhjen tënde. E dyta, ushqimi që ha për vete për antarët e familjes, edhe për musafirin të jetë pra mënyra dhe rruga e fitimit e asaj pasurie në rrugë legjitime. Ata që e hajna për vete xhamat, mu mundu me fitu me djerës pra, me halal është për qëllim, edhe për vetën, po të njëjtën kohë edhe për familjen, edhe për musafirin. Prandaj ka një hadith ku pejgamberi jon alayhis salam neve ne të rregjë vërejtjen që bukën tënde, kështu po shprehem, bukën tënde të haj vetëm njeriu i mirë i devotshëm dhe familjar. Kështu mu mundu në shtëpitë tona me në ardhë dhe me shku tek ata të cilët pra kanë nder, kanë emën, kanë respekt, janë njerëz të respektuar në shoqëri dhe të njëjtën kohë po ti i pret ata në shtëpinë tënde. Një ursi tjetër, një sunet xhamat, do ta përmendim thjesht kështu kur ta lexojmë që tash para juve, ki me thonë çka ka kjo të bëjmë pra me musafirin, ajo është larja e duarve. Pse larja e duarve xhamat? Prej suneve të ngrënies është pastrimi dhe larja e duarve para dhe pas ngrënies së ushqimit. Me pastrimin e duarve para ushqimit e mbron shëndetin tënd nga sëmundjet e mundshme. Është mirë që tash me përmend këtu çfarë ka të bëjë larja e duarve, e cila është e përditshme jo vetëm për veten, por edhe për familjen, edhe për musafirin, edhe për secilin njeri. Nëse njeriu e bën për një vepër të rëndon,
që të ashtë poenta xhamot, pse e kam përmend larja e duarve. Nëse njeriu e ban një vepër të rëndomt, e cila është natyrshmëri e njeriut, edhe ti instinktivisht para se me hangër bukë, çosh i lan durt, është natyrshmëri e njeriut. Ai me këta e bën me një jetë të mirë, nëse e bën me një jetë të mirë, veprimi i tillë, edhe pse është natyrshmëri e njeriut, shndrohet në ibadet. Që kjo janë xhamot me rëndësi. Edhe pse e bëjmë në instinktivisht, është natyrshmëri e njeriut, nëse e bëjmë me një jetë të mirë, çka bëhet ajo? Ai shndrohet pra në ibadet. Edhe kur personi pra e konsumon ushqimin me qëllim që t'i forcohet trupi i tij për të kryer obligimet fetare, që tash ai njeti i mirë, po ha bukë, po maj ushqim të mirë për mi kryer obligimet fetare. E dyta, për mi kryer obligimet ndaj familjes që i ka. E treta, për të kryer obligimin që ka marrë përsipër në punë atin me një vend. Këtë këto me një jetë të mira xhamot që i bojmë, ato shndrohen pra në ibadet. Ti xhamot thjesht në shtëpinë tënde ha bukë, e ke një jetën e mirë, Allahu ti ka me shpërbli për atë bukë të cilën jetu e hangër, sepse nga një sen që janë shumë e natyrshme, shumë normale, e ki shëndru në ibadet pra në adhurim. Gjithë i ki bon këta me një jetin e mirë që ke pra masi ta hajsh ushqimin tanë. Edhe këtu, edhe larja e duarve. Sikur që i paraprim pra abdesi para namazit, edhe larja e duarve i paraprin para ushqimin. Prandaj të dijat e kanë përfundimin me të quajturin adhurim apo ibadet që e banë pra besimtare. Prandaj një nga urtësit, një nga sunetet që e bajnë ne si besimtarë është larja e duarve. Kemi argument edhe kemi hadith kuptohet. Thot pejgamberi alayhis salam, begatia apo bereqeti është larja e duarve para dhe pas ushqimit. Para dhe pas ushqimit. Thot me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, thot kushdo që i pastron duart, bilem në hadith është kushdo që merr abdes, përmendet fjala el vudu, po është për qëllim larja e duarve në këtë rast, Allahu e largon varfërinë e asaj familje. Këtë edukat na duhet ta marrim pra në vetvetëm me familjen, me fëmijët e tonë pra, ja i të ulet pa i la durt. Mi thon çu edhe laj durt. Çu dhe laj durt. Kjo është një edukat që prindi duhet me ia dhon pra fëmijës vet. Pastaj thot pejgamberi jon alayhis salam, kush dëshiron të i shtohen të mirët e shtëpisë së tij, le të merr abdest. Kështu në hadith. Pra le të laj duart kur ta sqillin ushqimin dhe kur ta ngrejnë dhe pasi ta ngrejnë pra ushqimin. Do thot para dhe mbrapa, kështu thot pejgamberi jon alayhis salam. Një nga sunetet apo edukata që ka të bëjmë me ushqimin, me musafirin e kështu me radhash, kur filloj me ngranë pra musafiri duhet të pres leje nga Zoti i shtëpisë për me fillu. Është nga edukata xhamot që ti i pari me fillu ushqimin, pastaj musafiri me fillu pas teje. E të thot bismillah në fillim të ushqimit dhe të thot elhamdulillah në fund të ushqimit. Mirë po, edhe këtu ka një sjellje të mirë të një koqirit të Zotit shtëpisë çfarë duhet me bën. Nëse i Zoti i shtëpisë është ngi xhamot, ai ose duhet thot elhamdulillah pa zë, ose duhet të thot me zë më të ulët. Nëse do të thonte me zë shumë më të lartë, do të ngushtohet musafiri që janë në shtëpi tënde dhe do të detirohet edhe ai me lënë bukën. Mu çu prej bukë, pse? Ndoshta hala nuk ka ngi nga aja që ki ofru ti. Prandaj nuk është mirë që ta ngritësh zonën, më thonë elhamdulillah, se e ngushton pra musafirin. E kuptohet nëse gjithë janë ngop me atë ushqim, atëherë kuptohet edhe ti, edhe musafiri ka për thonë pra elhamdulillah. Njëri prej dietarëve musliman, Ebu Lejth e Semerkandi, ka thonë kështu:
Musafiri duhet të përmbahet 4 gjërave. Musafiri duhet të përmbahet 4 gjërave, të ulet ati ku i caktohet vendi. Të ulet ati ku i caktohet vendi. Pastaj këtu ka edhe një spjegim xhamat, ka një spjegim tjetër. Ku të shkosh musafir, nga edukata është që ti të ulesh me një vend pak më poshtë. Pastaj ti musafiri të nderon, thot këto nuk e ki vendin, po a vendi janë këtu pak më lart. Nga edukata, jo ti të shkej drejt, shkosh në kryet sobës, unë që tu duhet më ul. Po përderisa ta cakton ti një koqiri, ai ta e ban një respekt edhe më të mirë. Pastaj ti jeti i kënaqur me ata që i ofron. Musafir ku të shkosh, po ti je i kënaqur me ata që ta ka ofru. Nëse ti rri me mrola, mund së mpriti shkapata unë e qef, atëherë lind pyetja xhamat. A ki shku për të hajë, për të pi, a ki shku për muhabet edhe më u kënaq me atë mikun tanë. Pastaj, te respekton të zotin e shtëpisë. Të respekton për të zotin e shtëpisë, të mos ngrihet nga mexhlisi përveç se me lejen e tij, nga zoti i shtëpisë, dhe fundit xhamat, të lutet për të zotin e shtëpisë pasi të dal nga shtëpia. Të lutet për të zotin e shtëpisë pasi del nga shtëpia, pra me bon doa për ta xhamat. Kjo nga edukata. Edhe këtu pra xhamat, përsëri një nën kuptim po e japim një spjegim pra të kjo. Kur dalësh dikon që e kanë musafir, nuk është mirë ku të shkosh në shtëpi, pastaj me analizu në detaje gjitha çfarë ka ndodhur edhe mi këshir gjitha ato anët negative. Nuk është në rregull. Me kallëzu haja si shkon e mirë, i shkon ftoft, unë e mirë tha, ato bajshin zhurë, këtë këto sende me ja përmend anët negative, por duhesh mu mundu me i përmend anët pozitive, edhe mu lut për ta xhamat. Kjo është sepse ai ti ta ka çel derën me gjitha ato anëtarët e familjes dhe ti duhet që jesh pra mirënjohës. Saqë ka një thënie, ka thonë, kur tish në shtëpinë e huaj, hin mesi i del i verbër. Do thot, nëse ki pa diçka negative, nuk ka nevojë me botë madhe. Nëse hin pra me veshje ti, je kanë dëgjon. Kur dalësh prej atij vendi, dalësh si i shurdhët, me fjalë qera, kur gjon nuk kam një, e kur gjon nuk kam pa diçka të keqe. Ata çfarë ki pa të mirë, ata prezantoje edhe në familje, edhe ku do që shkon. Ndërsa Ibn Xhauzi thot kështu, prej edukatës së musafirit është që të mos kërkoj ushqim të caktuar. Aja çfarë të ofrohet, ata haje. Po nëse nuk mundesh pra me hongër, atëherë mos e zgjedh ushqimin xhamat, se ti vetëm shpitone, edhe në shpitone ani ka njëherë së më pingul kam që ta pe du, se që është ka po të ofrohet që ta pe ha, tërhan, ki me hongër, u kri ki muhabet. E ku musafir tëna, me ti qu qefet e tua xhamat. Ibn Xhauzi ka thonë, ka përmenë se nëse kërkohet për zgjedh, nga edukata e musafirit është, mos me kërku pra ushqim caktuar. E nëse kërkohet të përzgjedh mes dy llojeve të ushqimit, atëherë më mirë është me kërku ata çfarë është më e lehta për ti si besimtar. Një telashe e ditëve të sotit xhamat është, mbi ngarkesa e të zotit të shtëpisë me haje e pije kur do të me prit pra musafirin. Sa që xhamat, një telashe e madhe, edhe që kjo besoj se a bon sebeb që në shtëpitë tona nuk ka musafir. Në shtëpitë tona po thuaj se a hek bereqeti, kemi pra te i kalim i kufive nga ki harxhimi tepër që bajna kur na vjen një musafir. Ki zakon xhamat, ki rend, ki trend, ki e tranume që ka hi, kështu po i tham në për shtëpitë tona, e ka zvoglu dukshëm pritjen e musafirit. Transmetohet nga Imam Ahmedi, i cili tregon në rastin kur një njeri i ka shku musafir Selman Farisiut. E ki parasi xhamon që tash Imam Ahmedi transmeton se i ka shku musafir dikush Selman Farisiut. Selman Farisiu porositi familjen e tij të i sjell atij ushqim.
E në atë rast ju ka drejtu musafiri duke i thonë. Kështu i ka thonë musafiri. Sikur mos në kishte ndalu i dërguari i Allahut që të mos bëjmë telashe, pra mos bëjmë mastraf, sigurisht se na do të banim përpjekje edhe më shumë. Kështu, po të mos na kishte ndalu i dërguari i Allahut, pra me bë telashe, me bë mastraf, unë ndoshta do të kisha bën diçka edhe më shumë. Thjesht pra i ka thonë musafiri Selman Farisiu, atij që i ka ardhur, dhe thjesht pra ata ka mirëprit dhe e ka nderuar si musafir. Prandaj xhamon, këta po e them me keqarrje saqë edhe ai i cili është, po duhet më shpreh edhe ai i cili është i varfër, po nguron me thirr musafir, se kur po shkon te i pasuri, ati mo nuk po ka kufi sa servohet ati musafir. Edhe pastaj ai po ngushtohet, atë thirrje unë si filani nuk e kam atë mundësi. U kri kjo punë. Edhe shka me bon më në fund ka puna, edhe ai që po ka mundësi materiale, edhe ai pasuri, edhe ki hajde po shkojnë në restoran. E kam një muhabet, hajde po dalë në kafe, edhe shka u bon shtëpite tona xhamat, thot me një hadith pejgamberi alayhis salam. Shtëpia e besimtarit është për nga shtroja, ka thonë shtroja për veten, shtroja për familjen, shtroja për musafirin. Edhe ka përmenë shtroja për shejtanin e mallkuar. Kur e kam shpjegu këtë hadith, kjo shka i be shtroja për shejtanin e mallkuar në xhamat, me në atë vend, pra me një shtëpi, ku nuk ka vend musafiri, pra mendoje, nuk ka vend musafiri, ati nuk është doaja, ati nuk është bereqeti e nuk është begatia. Asnjënja nuk ka thonë ajo shtroje pra i takon shejtanit të mallku. Dhe tani na kur e mendojnë në xhamat, gjitha ajo shtëpia jona dhe nuk kemi bereqetin, nuk e kemi begatin e Allahut si rezultat i mbi ngarkesës së madhe që po dojna pra dikujt. Që tash, na nuk kemi hi me paragjiku filanin, a te bon nga lavdrimi, a te bon nga qefi mal që i kishkuti si musafir, na nuk e dina njetin, me fjalë qera xhamat, është randes e madhe për ata i cili nesër qetrin pra do meftu. Nëse personi ftohet në di vende, të cilët janë të barabartë, i përgjigjet dera të cilit është më afër derës shtëpisë tënde. Kjo përmendet si fjali xhamat në atë kohë kur e kanë thonë këta dietar. Mi po ditë sotit i përgjigjemi atij i cili neve na ka bëu për shembull telefonat, apo i cili neve i pari na ka bëu një mesazh, na ka bëu një ftesë nëpërmes shkrimit. Kjo është më e udhës. Mirë po, përsëri ka një edukat që duhet ta kemi në parasysh xhamon këtë rast. Kujt atëherë duhet i japim përparësi, nëse ata nuk janë të një rangi, i përgjigjemi më të afërmit nga gjaku dhe respekti. I përgjigjemi atij pra që e kemi më të afërt nga gjaku dhe respekti. I Zoti i shtëpisë duhet i plotësoj kushtet për thirrjet e të gjithë pra, dhe atë ta bëjë, do thot atë dark, atë çfarë e jep, gëzim që e ka darsëm apo familje, ti plotëson pra me mundësi kushtet që jepen për gjithë ata musafir. E jo ta bëjmë pra atë gëzimin e tij familjar si pas tekeve të tia, dëshirave të tia dhe më në fund, së merë filani nuk ka me rëndësi, unë për e bëjmë për qepin ten. Edhe kur ti e refuzon pra shkuarja në gëzimin e tij që e ka, kur e refuzon ftesën, ai thot filani nuk më merr. Po filani nuk ka ardhur, mirë po ti nuk je mundu me plotësu për shembull një kusht themelor për me tar ti musafiri. E ki bon një darsëm e përzime viran. Pedim çfarë përzirje darsëmave tonë. Ndoshta edhe në disa darsëma edhe alkoholi. Edhe një muzikë çoroditse me gjitha scenat katastrofati, edhe më në fund, mu finali nuk më merë, sa me rëndësi, unë po e bajnë. Faktikisht ti
faktikisht për një shok, për një mik, për një dos çka e ki dashur, që tash po bie poshtë për tekët e tua. Edhe ti shumë ashtë normale xhamat, ati mi uru, pra një darsën të mirë dhe me bereqet. E me kalu mirë ata ditëri e me pas fëmijë të hajrit. Me bon do për ato, kështu na ka mësu pejgamberi jon alayhis salam. Me thonë, unë nuk e kam vendin aty, u kri kjo punë. Kështu është. Nuk ka këtu illnim xhamat. Tu duhet me pas mirë kuptim, pra kur ti e ki pa të arsishme, unë e muj edhe pa filanin, ki filanit thot, unë nuk e kam vendin aty, mua nuk ma lejon pra edukata jeme, nuk ma lejon rrethi familjar me prezentu në atë vend aty. Që ka xhamat? Kjo përsëri është edukat, ti e mirë njohës për ftesën, ban doa për ta, për çiftin e ri, dhe ma në fund i thue faleminderit shumë, Zoti tash përbleft. Ka një edukat tjetër xhamat, një nga sunetet që i ka përmendë hadith pejgamberi jon alayhis salam, si përcillet musafiri. Përcjellja e musafirit deri te dera e shtëpisë, përsëri një nga edukat që kam përmend edhe dietarët. Edhe është një prej elementeve të mikpritjes për ti si besimtar. Kështu xhamat, nëse musafiri është burr, pra nëse është mashkull, e përcjell musafirin, ai një koqiri burr deri te dera e shtëpisë, pra deri te dera e oborrit, ai që ka shtëpi, që ka obor, deri te dirët e mëdhoja, kështu i themi. E nëse musafiri jot është grua, del gruaja e përcjell deri te dera e shtëpisë. Kjo është edukat xhamat. E po shkon grua ti po del burri deri te dera. Jo ti s'kish ka del, po del zoja e shtëpisë e përcjell atë gru deri aty edhe e kundërta. A duhet dhe është e nevojshme mi përgjigj për aftesës së musafirit, me që përmendet në hadith një nga haku që ka një besimtar, ndaj besimtarit tjetër, është i përgjigjemi ftesës së musafirit. Nëse ne nuk i përgjigjemi, a kemi hinë gjuna? Nëse nuk i përgjigjemi pak kur një farë arsye, vetëm për pikë qefi nuk po du mi shku, apo ku e di për inatet e tona, atëherë thot pejgamberi jon alayhis salam, kush nuk i përgjigjet thirrjes, ai ka mëkatuar kundër Allahut dhe të dërguarit të tij. Pra ka bën gjuna ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Kështu ka thonë pejgamberi jon alayhis salatu wassalam. Prandaj xhamat, si përfundim i gjithë asaj që e tham në fillim hadithin e pejgamberit tonë alayhis salam, kemi parasysh se pritja e musafirit është nder për ti, është bereqet dhe lutjet e pranuara nga ana e musafirit që i bën Zotit të shtëpisë. Mos harro xhamat se qëllimi i ardhjes musafirit nuk është haja dhe pija, por është respekti i ndërsjell, socializimi që tregojmë pra në për vete. Në kam met vetëm ajo nga e kalumja, një kohë kur kishën shtëpitë tona musafir, një kohë kur na vishin neve e na shkojshmi, që tash i kemi bën shtëpitë, i kemi bën elhamdulillah si më e mira, dhe kur ta shif gjali ka dalë me një sobë, çika me një sobë tjetër, mull nuk burrë edhe gruaja, edhe ato me një sobë tjetër, edhe si çiçan kimet vetë në sobë që aty ku ta shif shka bon që të në shpi, shpia dikat, 5 drita, 5 soba, kejt kalt ato. Shka bon xhamat, asë nuk pedi, a ka dikush që mundet me në kallëzu, a na përmendim bereqetin dhe doan që e ka pra musafiri. E dita, i gëzuar dhe mikpritje të jetë pra në me fytyrën tënde. Ta presësh musafirin, i gëzum dhe ti urojsh ati mirëseardhje. Musafiri duhet i përmbat edukatës në sjellje kur shkon që e përmendëm pak më para dhe të ulet në vendin ati ku i thuhet dhe ta ul shikimin e mos ulet përballë derës ku ecin anëtarët e familjes. Edhe e fundit, musafiri është dhurat për ti, në këta të kanë nderu ti dhe familjen tënde, edhe musafiri i hap dyert e mëshirës, sepse aja shilut pra për ti, për nderin që ti si ja ki bom, si besimtar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, al-Fatiha.